Dhe ai, Jezu Krishti, kur pa turmat u ngjit në mal dhe pasi u ul, ju afruan dishepujt e tij. Atëhere ai hapi gojën dhe i mësoi duke thënë: "Lum skamësit në frym, sepse e tyre është mbretëria e qiejve. Lum ata që vajtojnë, sepse ata do të ngushëllohen. Lum ata që janë zemërbut, sepse ata do të trashëgojnë tokën. Lum ata që janë të uritur dhe të etur për drejtësi, sepse ata do të ngopen. Lum ata që janë të mëshirshëm, sepse ata do të gjejnë mëshirë. Lum ata që janë të pastër në zemër, sepse ata do ta shohin Perëndin. Lum ata që përpiqen për paqe, sepse ata do të quhen bijtë të Perëndisë. Lum ata që janë përndjekur për hir të drejtësisë, sepse e tyre është mbretëria e qiejve. Lum ju kur do t'ju shajnë dhe do t'ju përndjekin dhe duke gënjur, do të thonë të gjitha të zezat kundër jush për shkakun tim. Gëzoni dhe ngazëllohuni, sepse shpërblimi juaj është i madh në qiej, sepse kështu i kanë përndjekur profetët që qenë para jush."